Përshëndetje miqtë e emisionit tonë. Sot do të tregojmë për një patologji e cila është e pranishme tek shumë njerëz, por ndoshta ata nuk e kuptojnë që janë futur në rrugën e një sëmundjeje dhe nuk i dihet fundi se ku ata mund të përfundojnë. Po kush është kjo? Është shtrembërimi ose lakimi i këmbëve. Qoftë një lakim nga jashtë ose qoftë një lakim nga brenda. Pra, këmbët ose marrin pamjen e asaj shkronjës O, ose pamjen e shkronjës X. Po si do ta kuptojmë këtë gjë, që a jemi të prekur nga njëra apo nga tjetra? Bashkojmë këmbët poshtë. Nëse ne bashkojmë këmbët, i ngjisim dhe gjunjët kanë filluar që të largohen, nuk më putiten plotësisht, por largohen anash dhe këmbët i kemi të mbyllura poshtë dhe gjunjët qëndrojnë larg njëri tjetrit, 5, 7, 10, 15 cm, atëre jemi futur tek një shtrembërim i këmbëve me një diagnozë genum varum, ose këmbë në formë harku. Kjo është e para. E dyta, mund të provojmë shumë thjesht këmbët. I lyej me një vaj ulliri, për shembull, shputat e këmbëve, vendos 2 fletë formati të pastra në tokë dhe qëndrojmë mbi fletët e formatit. Qëndrojmë 4-5 sekonda dhe i heqim këmbët. Marrim letrat e formatit dhe i shikojmë me kujdes. A e kemi ngjyrosur uniformisht në të gjitha pjesët ku ka qëndruar gishti, shputa e këmbës, thembra e me radhë, apo ngjyra e vajt mbi flet ka peshuar, si thua, më shumë anash dhe më pak nga brenda. Diagnoza e dytë është genu valgum, një këmbë në formë X-i, kështu, ose gërshër, që do të thotë, nëse neve i mbyllim këmbët, gjunjët ngjiten me njëri tjetrin, por këmbët qëndrojnë të larguara 5 cm, 7, 10 e kështu me radhë. Pra, jemi te kjo diagnoza e këmbëve në formë gërshëre dhe në varësi nga distanca që ato qëndrojnë larg nga njëra tjetra, atëherë do të nënkuptojmë që, jemi ose në stadin e parë të sëmundjes, ose në të dytin, të tretin, të katërtin e kështu me radhë. Dhe njëkohësisht do të vëzhgojmë si ecën njeriu. Ecën duke çaluar, si thua, majtas djathtas apo jo. Ky grup, kur këmbët janë në formë gërshëre ose X-i në fletën e formatit, nëse do ta lyej këmbën me vaj, ti vendos mbi fletët e formatit, pesha e trupit nuk bie jashtë si në rastin e parë, por fleta e formatit do të ngjyroset më shumë nga brenda. Dhe nëse do të shikoj me shumë kujdes këpucët, në rastin kur këmbët kanë marrë formën e shkronjës O, këpucët hahen, konsumohen nga jashtë. Në rastin kur kemi të bëjmë me këmbë gërshër, këpucët konsumohen nga brenda, por puna e madhe se u konsumuan këpucët. Ne do nënkuptojmë që ky problem nuk ka lidhje vetëm me shputën e këmbës ose me gjunjët, por ka problem tek kokat e femurit, pra është një problem koksofemoral, i cili në rastin e parë, kur këmbët më rrinë në formën e shkronjës O, të lakuara, të harkuara, ku ne i mbyllim këmbët brenda, po gjunjët kanë filluar të largohen, atëre në kokat e femurit, ato nuk marrin një peshë të barabartë dhe të shpërndarë uniformisht në këtë harkun e unazës koksofemorale. Por ajo, si të thuash, duke qenë që pesha është anash, ajo gryen, si thuash, në pjesën e sipërme të saj. Ndërsa, kur këmba është në formë gërshëre, kështu, atëherë shikojmë me kujdes. Pra, koka e femurit fillon sikur të largohet pak dhe ajo fillon që atë unazën koksofemorale ta konsumoj dhe ta gryej, si thuash, në këtë mënyrë nga mbrapa. Pra, po ta lëm këtë sëmundje, që të jetë e pranishme në trupin ton për vite të tëra, pa diskutim që në kokat e femurit do të kemi probleme ortopedike të ndryshme, jo vetëm më deformim kockor, por mund të kemi trauma, mund të kemi konsumim të kokës së femurit, të cilat po t'i lëm që këto të agravojnë, atëherë mund të na japin edhe sëmundje metabolike të ndryshme. Si mund të veprojmë
për t'i shmangur këto deformime të kockave të krijuara në trupin tonë. Atëre, le të themi cilat janë shkaqet që ne të kuptojmë çfarë duhet të shmangim. Për shembull, nëse kemi ndonjë fëmijë të vogël i cili ka tendencën e ndonjë fizioalergjie e cila shfaqet me një keq qëndrim të shputës së këmbës. Atëre, nëse jemi tek një fëmijë i vogël, ky me kalimin e kohës mund ta zgjidhi edhe vetë me rritjen e tij. Ose kemi fëmijë të cilët janë me një sëmundje tjetër dhe qëndrojnë si thua me majat e këmbëve, nuk ulin thëmrat e këmbëve kështu me radhë. Kjo gjë normalizohet me rritjen e tij. Ose në rastet kur kemi një mungesë të vitaminës D. Edhe kjo mund të më shfaqi një shtrembrim të kockave. Ose nëse kemi probleme ortopedike. Për shembull, dikush mund të ketë bërë një frakturë të gjurit që ndodh shumë rrallë, po më shumë jemi tek këto tibia dhe fibula për shembull, ose tek pjesa e kërcirit, por më të shumtat janë këto pjesët e kërcirit, pra ndonjë tibie e thyer e plasaritur ose ndonjë fibul. Në këto raste kemi të bëjmë me një deformim kockor e cila po të trajtohet mirë, ajo neutralizohet. Sëmundjet metabolike të ndryshme që mund të jenë gjenetike, për shembull, kur një nga prindrit mund ta ketë këtë shtrembrim kockash e kështu me radhë, ose deformime, shtrembrime të kockave të formuara gjatë rritjes son, ose nga keq qëndrimi, ose ecja e gabuar e shtrembër. Ka shumë njerëz për shembull, sidomos femrat që ju pëlqen ndoshta të ikin duke fërkuar ato pjesët e kofshëve me njëra tjetrën, dhe këto dashur pa dashur shtrembrojnë këtu jo vetëm tek pjesa e kyçit të këmbës dhe fillon që të lakohen këmbët nga brenda në formën e një gërshëre. Atëre, këto janë disa nga shkaqet kryesore. Po si ta matim lakimin? Nëse neve bëjmë mbylljen e këmbëve dhe shikojmë që aty hapësira midis gjunjëve luhatet 5 cm, 7 ose 10, do të konsiderohet një devijim mesatar. Nëse është mbi 10 cm, nuk kemi më një devijim mesatar, po është një grade të dytë. Në këto raste, neve sa më afër ta kapim sëmundjen, aq më të lehtë kemi për ta anashkaluar atë, për ta zgjidhur atë. Lakimi në formë X, genu valgum. Nëse neve bashkojmë këmbët, gjunjët ngjiten, por shputat e këmbëve mund të na qëndrojnë 7 cm larg njëra tjetrës, 10 e kështu me radhë. Ky lakim konsiderohet i theksuar dhe duhet marr masat për ta korrigjuar atë. Po si mund t'i korrigjojmë ato? Çfarë na nevojitet në kushtet e shtëpisë? Së pari, duhet që të shikojmë nivelin e kalciumit, të magnezit, të zinkut dhe të vitaminës D. Shikojmë pak omega 3-shin dhe të marrim në konsiderat që të marrim disa anti-inflamator, bimor ose edhe farmaceutik, të përdorim farat e kungullit, frutat thata, vajin e lirit, bajame, lakra, susam, brokol, speca, kumak, rënjhithre, sherebel, mersin e të tjera. Të gjitha këto të shoqëruara, ndoshta edhe me ndonjë medikament farmaceutik, ndonjë lidhje magnezi dhe zinku, ndonjë vitamin D për shembull e kështu me radhë, të bëjmë që kockat tona të formohen dhe të filloj procesi i rigjenerimit të këtyre kockave të shtrembra. Po si mund të veprojmë për shembull për këmbët që janë në formën e gërmës O? Veprojmë praktikisht kështu. Marrim dhe lyejmë shputën e këmbës, pjesën e fibies dhe tibulës, domethënë këtë të kërcirit, deri tek rrëza e kofshës, tek coxofemorale, tek koka e femorit, t'i lagim me një ekstrakt trupi dhe pasi thahet kjo, përdorim vajin reumer ose kremin reumer. Përdorim ekstraktin të parin në mënyrë që të nxitim dhe të përshpejtojmë pak qarkullimin e gjakut, plus kësaj ai ngjit midis hapësirave shumë mikroelement që ka të marra nga këto bimët që unë përmenda më sipër. Ndërsa vaji është jo vetëm një lubrifikant, por edhe ushqyes i muskujve, i kockave dhe kyçeve. Atëre, kur këmbët janë në formën e os, shputa e këmbës peshën e trupit e shpërndan anash dhe ne do të bëjmë këtë gjë. Në pjesën e shputës së këmbës duhet të vendosim ose ndonjë top plastiku,
ose ndonjë peshqir trupi po të palosur ndoshta në katësh, në mënyrë që unë shputat e këmbës t'i largoj gati 10 cm nga njëra tjetra dhe të marr me një shall, me një rrif, me ndonjë zhgut e kështu me radhë, të bëj afrimin pak e nga pak të gjunjëve, kështu, në këtë mënyrë, shtrëngoj nga pak, dhe nëse i kemi të lakuara për shembull me distancë gjunjët nga njëri tjetri 10 cm, unë t'i afroj afërsisht me gjithse i kam lakuar thëmrat e këmbëve, unë t'i afroj këto 5 deri në 7 cm. Dhe ky individi le të qëndroj kështu 15-20 minuta, le të shikoj televizor. Ama gjunjët i kemi të lakuar nga brenda. Pas kësaj, kur t'i heqim këto, njeriu do të merret me aktivitetet e tij ditore. Ne ju rekomandojmë që në shtëpi të lakmoj që pesha e këmbës të mos të rrahi anash, por ta detyroj që gjunjët her pas here gjatë ditës të afrohen, të ngushtohen, ndoshta në mënyrë të tillë që kokat e femurit, pra të mos më qëndrojnë me peshë si nga brenda, po të më shkojnë si me peshë anash. Dhe kur neve të ecim normalisht, gjunjët nuk do të më largohen më, por do fillojnë të afrohen. Ndërsa, kur kemi të bëjmë me atë formën gërshër të lakimit të gjunjëve, pra në këtë mënyrë, ne çfarë bëjmë? Peshqirin do ta vendosim aty midis gjunjëve, e cila të paktën të më ruaj një distancë 5-7 deri në 10 cm, ose mund të vendosim ndonjë top llastiku, dhe në rastin konkret, ky zhguti, ky shalli që mund t'i lidh këmbët unë që më rrin kështu të hapura anash, kështu, atëre shalli të më mbledhi të dy shputat e këmbës. Atëre këtu te pjesa e kërcilit është një nyje që quhet talus. Aty vendosim shallin ose zhgutin dhe fillojmë për shembull që këto këmbët unë e lidhe, afroj, pak e nga pak që këmbët unë gati ti ngjit me njëra tjetrën. Nëse unë i ngjit këto, është momenti i parë që ne kemi filluar të luftojmë këtë largimin e kockave të gjunjëve këtu në pjesën e mesit të tyre. Atëre, ky largim, pak e nga pak, do filloj që të zbutet dhe me kalimin e kohës, ne do të vëmë re që kur këmbët të qëndrojnë në dysheme 10 cm larg njëra tjetrës, ky individ që ka përpunuar shumë mirë dhe ka kryer këto masazhe që neve i tham, atëherë do të filloj që të hapet ajo hapësira e dritës dhe kjo hapësirë drite do të kalojë mbi gjunjë deri tek të qepurat e pantallonave sipër. Këtu duhet arrijmë. Pra, një masazh 2 herë në ditë, duke i zbutur mirë artikulacionet, duke bërë që pesha e këmbës të mos më bjeri më nga brenda, por unë do ta shkrifroj mirë muskulaturën e këmbës nga poshtë dhe shputa e këmbës nuk do të lihet që të peshoj nga brenda, por do t'i japim një si lakim që të peshoj nga jashtë. Të dy këmbët do t'i detyroj si me forcë, me ushtrime të përsëritura 7 deri në 10 herë duke i dhënë nga jashtë. Këtu te pjesa e talusit mund të ndjejmë pak dhimbje, këtu te kjo pjesa e kërcirit, por do të kaloj gradualisht brenda një jave. Ndërsa tek pjesa e gjunjëve, edhe kur të ecim neve gjatë ditës, duhet të kemi parasysh që gjunjëvet ne t'i largojmë kështu, në mënyrë të vazhdueshme, edhe kur ecim rrugës, të tentojmë her pas here kështu. Ndërsa tek pjesa e mesit, dalim aty në anësore, trupi i këtyre njerëzve merr pamjen e një molle ose të një dardhe. Çfarë duhet të bëjmë? Në të dy anësoret, neve me shputat e dorës, kapim dy proceset që janë zgjatime poshtë kokës femurit. Dhe dora rrëshqet nga pjesa e sipërme e kofshës deri te beli sipër, duke i afruar mirë, në mënyrë të vazhdueshme, duke shtuar si thua që poshtë mesit të femurit dhe në drejtimin e sipër duke ju afruar belit, të vi forca duke u shtuar, si thua, nga le të themi 2, 3, 5 kg peshë, le të harri peshë në ngjeshje edhe 10-15 kg, sikur rëndojmë 15 kg tek kokat e femurit, në mënyrë që atë dalje që ajo ka bërë te kjo unaza, ne ta bëjmë që kjo të futet në brendësitë saj dhe të vej aty ku ka qenë
në momentin e mëparshëm. Krahas kësaj, kur kjo është spostuar pak pun milimetrash, kjo koka e femurit, mundet që këtu të mjenë zhvilluar procese inflamatore ose kalcifikime. Atëhere bëjmë një rrotullim të këmbës në formë rrethi nga jashtë, brenda, dhe pastaj nga brenda jashtë. Ose bëjmë hapjen e këmbës, e ngrem këmbën kështu, e hapim anash, e mbyllim prapë dhe ulim në vend. Në të gjitha këto mënyra, në të tëra këto ushtrime, ne pa diskutim i shërbejmë korrigjimit të lakimit të kockave dhe të kyçeve. Shpresoj që ky emision të ketë vlerësuar shumë për ju. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Miru pafshim.